Ish presidentja e Kosovës, Satifete Jahjaga, ka vizituar sot gratë e prekura nga kanceri i gjirit, antare të shoqatës Javlen të jetosh. Takimi u mbajt në kuadër të aktiviteteve të muajit tetor, muajit të ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, dhe pati një karakter simbolik e mbështetës për të gjitha gratë që po përballen me këtë sëmundje. Ish presidentja Jahjaga shprehu vlerësimin e saj për punën dhe për kushtimin e shoqatës në mbështetje të grave që kalojnë sfida të tilla. Duhet të përgëzoj juve që pikërisht për shkak çfarë juve keni përjetuar personalisht, jeni nxit dhe jeni motivu me fillu diçka më të vogël, që të jenë diçka të vogël që të keni këtë prezencë kaq të madhe të grave, që për mua do të thot edhe shumë më shumë, sepse një anë është që ajo që thash krejtësisht në fillim, që gratë janë gjithmonë aty për gratë dhe neve dimi më së miri edhe për shembujve të konkret se çfarë nevojitet për tjetrën. Kryetaria e shoqatës Javlen të jetosh, Falbona Kastrati, u shpreh falendëruese për këtë takim. Sot na keni nderuar që jeni në mesin tonë. Prania juaj na bën që ne të ndihemi shumë të forta. Gratë, të cilat kanë përjetuar shumë dhimbje, kanë përjetuar momente shumë të vështira, të cilat në momentet e caktuara i kemi bë pyetjeve të vetës, a thu do t'ja dalim. Por vullneti jon me organizimin e kësaj organizate, ku ne kemi bë të pamundurën që në komunën tonë të jemi një zë kumbus. Ky takim përveç simbolikës së muajit të rozë, shërbeu edhe si mundësi për gratë antare që të ndajnë përvojat e tyre dhe të bashkëbisedojnë me ish presidentën për sfidat dhe nevojat që hasin në jetën e përditshme.